Futbollisti Marko Gjeorgjevski është prurja më e re në klubin e futbollit Shkëndija. Bëhet fjalë për një futbollist i cili është i njohur për opinionin më të gjerë të futbollit në vendin ton, kur dihet se në sezon 2024-2025 ishte golashënuesi më i mirë i elitës së futbollit të Maqedonisë së Veriut, pas çka u transferua në Rumuni te CFR Cluj. Përveç karrierës në kampionatin vendor si në Sileksi apo Brera dhe Shkupi, më pas ishte edhe te Kluzhi i Rumunisë. Pasi që ka firmos kontratë 2 vjeçare me ekipin Kujtezi, Gjeorgjevski shpreson të përmbush pritshmëritë. Po ke bida iskreno ushte ja dobivah porek iskreno i od prošloga sezona. Pa dyshim që të jemi sinqert, unë kam marrë mesazhe për besë që nga sezoni i kaluar, por këtë muajin e fundit e sidomos këto 2-3 ditët e fundit mund të them se kam marrë më së shumti deri tani. Në çdo klub ku kam qenë mesazhe të tilla dhe në këtë sasi nuk kam marrë asnjëherë dhe jam shumë i lumtur për këtë, andaj shpresoj që ti përmbush pritshmëritë. Forcimi më i ri i Shkëndijës Marko Gjeorgjevski vetëdijshëm se Shkëndija është klubi më i madh në Maqedoninë e Veriut, andaj nuk është dashur që të mendohet për ofertën. Pa realno se znaj дека во Македонија кој se Realisht dihet se cilat janë klubet më të mëdha në Maqedoni dhe nuk kishte nevojë të mendohesha shumë. E di se çfarë ambiciesh ka Shkëndija, ashtu siç i kam edhe unë. Shpresoj që në fund të realizojmë si ambicjet e mia, ashtu edhe të klubit të Shkëndijës dhe kjo është e tëra. Angazhimi i këtij futbollisti me përvojë vetëm disa ditë para fillimit të kampionatit në ligën e parë e bën ekipin Kujtezi pretendentin kryesor për titullin kampion.